Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të folurit në esencë në mësimet e Islamit është veprim i lejuar. Sikur se ka momente dhe raste kur të folurit bëhet veprim i obliguar. Ashtu sikur se ka momente dhe raste kur të folurit apo bisedat e zhvilluara bëhen pra veprime të urryera ose veprime të ndaluara. Nga gabimet e përditshme thuajse çka i bëjmë ne është kur ne xhamit të cilat i kemi pra dhe qëllimi i ndërtimit të tyre është adhurimi i Zotit, ne i shndrojmë këto xhami dhe u ndryshojmë qëllimin duke i bërë ato ambiente për të kaluar kohën dhe për të zhvilluar bisedat panevojshme dhe bisedat kota. Bisedat e panevojshme dhe bisedat e kota dhe bisedat për cilat nuk pret puna dhe bisedat që nuk janë të rëndësishme nuk e kanë vendin në xhami. Nëse këto biseda i zhvillojmë brenda xhamive, atëherë në vend se të fitojmë sevape, neve ngarkohemi në gjunah dhe bëjmë mëkat, pra jemi mëkatar para Allahut madhëruar. Sepse qëllimi i ndërtimit të xhamive është adhurimi i Zotit, është njësimi i Zotit, është të meditosh mbi gjendjet tënde shpirtërore, të meditosh mbi lidhjen tënde që e ke me Allahun e madhëruar, duke shikuar pengesat dhe duke i eliminuar ato, në mënyrë që ta forcosh lidhjen tënde me Zotin Dhul Xhelal, të meditosh mbi familjen tënde, mbi problemet të cilat i kanë përditshmëri dhe duke u munduar që t'u japësh zgjidhje duke e kërkuar ndihmën e Zotit Dhul Xhelal. Dhe nuk duhet që xhamit të shndrohen në ambiente kafenesh, në ambiente ku ne mund të folim si të duam, mund të bisedojmë çka të duam dhe derisa të vijë momenti i ezanit ne takohemi me shok brenda xhamive dhe zhvillojmë biseda për të cilave nuk kemi as pak dobi. Dhe zhvillimi i këtyre bisedave na ngarkon gjunah dhe na bën mëkatar para Allahut madhëruar, nga se e shndron pra qëllimin e xhamis nga adhurimi i Zotit në ambiente ku thjesht ambiente për të kaluar kohën me gjëra të kota dhe të panevojshme. Andaj le të jemi të kujdesshëm në mënyrë që nëse shkojmë para kohën në xhami, le të futemi brenda xhamive, le të pozicionohemi në një vend të caktuar, le ta përkujtojmë Zotin e madhëruar, le të bëjmë lutje, le të lexojmë Kur'anin Kerimin, le të meditojmë mbi krijimtarinë e Allahut madhëruar që Zoti ka krijuar si argumente për ne, le të shohim si e kemi gjendjen tonë në raport me Zotin Dhul Xhelal, le të meditojmë mbi problemet të cilat i ka familja jonë me Allahun e madhëruar, mbi pengesat të cilat mund t'i kemi të përditshme e që ndoshta na largojnë nga mëshira e Zotit Xhel Xhelaluhu ve Xhel Shanuhu, pra të meditojmë mbi gjërat për të cilave ne kemi dobi, nga se ky është qëllimi i xhamis. Dhe kursesi të mos shkojmë para kohën në xhami me qëllimin që të gjejmë ndonjë shok për të biseduar e për të kaluar kohën. Dhe Zot na ruaj pastaj në bisedat tona, përveç se në parim pra këto biseda janë të urryera nëse janë të panevojshme, ne edhe më tepër pra i zhvillojmë me mëkate, duke bërë thashetheme, duke bërë përgojime, duke përdorur fjalë të ndyta dhe kështu me radhë Zoti na ruaj. Pra qëllimi i xhamive është të adhurohet Zoti dhe ne me ngulm duhet ta ruajmë këtë qëllim brenda xhamive tona, në mënyrë që këto xhami të jenë efektive dhe të luajnë rolin shpirtëror, emocional, familjar, shoqëror, pra tek besimtarët të cilët frekuentojnë brenda xhamive.